67 vjetori i operës së parë Mrika. Më 1 dhjetor është 67 vjetori i vënies në skenë të operës Mrika, kompozitorit të madh Prengjakova, me libret të Lazar Siliqit, rezi skrenike të Andrea Skanjeti. Premiera e operetës ishte programuar me 29 nëntor 58 të ushtyr për shkaqe njerëzore, pasi vdiq aktori i madh Shkodran Zefjovani, një mik i Prengjakovës dhe Shkodra e kulturës e përjetoi si zi popullore. Mrika e parë shqiptare ishte Clotilde Shantoja, një zë brillant, i njohur në rrethet muzikore të atyre viteve, por që më vonë u harrua pothuajse kryesisht. Por kush ishte Clotilda, kjo meteore operistikës shqiptare, e cila lind në Tiranë me 2 tetor 1930, ishte këngëtare e njohur nga Shkodra, vendosur në kryeqytet në fundin e vjeshtës së vitit 46, familja Shantoja dëbohet nga Tirana për në Shkodër, pasi xhaxha i Klotildës, Dom Lazar Shantoja, kleriku i famshëm, intelektuali, patrioti i madh dhe muzikanti i shquar i quajtur famultari i pianofortit, do masakrohej pa gjyq nga regjimi komunist. Kur nëna e tij, gjyshja e Klotizët, vizitoi në burg, u trondit merrsisht nga gjendja e tij dhe kërkoi gardianëve një revole që ta vriste për ta liruar të birin nga vujtja. Clotilda ishte aktivizuar që vogël në katedralin e Tiranës dhe Radio Tirana, kënga e parë që këndoi ishte vetëm 13 vjeç, ishte Bordbardha. Por interpretimi i saj ishte interpretimi i vetëm dhe më vonë në 30 vjetorin e përkujtimit të operës Mrika, fotografia e saj ishte ndruar me qëllim. Ajo vdiq në vitin 94 me një peng në zemër, pse s'u kujtua dikush pikërisht për atë që kanë vuajtur, ja fal vuajtjen pa gjyq të Axha burgosën e babës së vëllait, persekutimin e gjatë, largimin nga skena, që ka qenë fatkeqësia më e madhe e jetës time, tha ajo.